Specialistët për hetimin e narkotikëve në Vlorë dhe në Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasit me iniciale AL, 26 vjeç, banues në lagjen 11 janari në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj tij në fshatin Dhërmi, ju gjetën dhe ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale 4 doza lëndë narkotike të llojit kokainë. EP, 34 vjeç, banues në lagjen nr. 4 në Sarandë, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj tij në Sarandë, ju gjetën dhe ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale 3 doza me lëndë narkotike të llojit kanabis. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe arrestuan shtetasin me iniciale AZ, 30 vjeç, banues në Vlorë, pasi më datë 25 qershor 2025 është konstatuar nga shërbimet e forcës së posaçme shqiponja jashtë banesës së tij, duke thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të caktuar për veprën penale vjedhja. Nisën procedimi penal për shtetasin me iniciale EJ, 33 vjeç, banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim bashkëshortja e tij, e cila është ndjerë dhunuar psikologjikisht dhe kërcënuar pasi mosmarrveshjeje. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për shtetasit me iniciale IB, 28 vjeç, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi me iniciale FS se është goditur me grusht, shtetasi me iniciale EV, 40 vjeç, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi me iniciale AK, shtetasi me iniciale THL, 61 vjeç dhe IL, 53 vjeçe, pasi ndaj tyre ka bërë kallëzim shtetasi me iniciale AL, 63 vjeç, se është ofenduar dhe goditur me gur nga këta shtetas. Gjithashtu, shtetësja me iniciale IL gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Himar ka kundërshtuar punojësit e policisë gjatë kryerjes së detyrës. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit me iniciale ÇK, 56 vjeç, banues në Ksamil, pasi më datë 24 qershor 2025 në Ksamil ka goditur me grushte dhe sende të forta për shkak të detyrës 3 punonjës të ndërmarrjes ujësjellës kanalizime Sarandë. Gjithashtu, nisi procedimi penal edhe për 3 punojësit, ES, 36 vjeç, M, 35 vjeç dhe KD, 40 vjeç, banues në Sarandë, pasi dyshohet se këta shtetas gjatë konfliktit e kanë goditur me grushte shtetasi me iniciale ÇK. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Sarandë arrestuan shtetasin me iniciale BSH, 22 vjeç, banues në Londër, pasi duke e drejtuar automjeti në Ksamil, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me murin rrethues të një banese. Pas testit të alkoolit, rezultoi në gjendje të dehur. Materialet ju referuan prokurorisë për veprimet të mëtejshme.